Andi Hadroj i ka dhënë lamtumirën skuadrës së FC Policia në kampionatin ukrainas të futbollit, duke ndërprerë me marrëveshje disa ditë më parë akordin që kishte me klubin ukrainas. Mbrojtësi nuk aktivizoi rregullisht në Ukrainë dhe përfundoi në radhët e skuadrës së dytë të klubit që e bleu nga Partizani. Tashma i bëhet gati për një aventurë të re, por përpara saj, Hadroj ka zgjedhur që nëpërmjet rrjeteve sociale t'i jepte një mesazh lamtumire klubit ku kishte kaluar 2 vitet e fundit. Gjatë kohës sime në FC Policia, kam ndarë shumë përvoja që do t'i kujtoj gjithmonë. Jam mirënjohës ndaj të gjithëve në klub që më mbështetën gjatë gjithë këtij udhëtimi, dhe veçanërisht ndaj Zotit Butkeviç për besimin, mbështetjen dhe respektin e tij. I uroj klubit, lojtarëve, stafit dhe presidentit suksese të vazhdueshme dhe gjithë të mirat në të ardhmen. Faleminderit për gjithçka, shkruante Hadroj. Edhe pse nuk aktivizohej rregullisht, lojtari u grumbullua nga trajneri Maran për 2 ndeshjet miqësore të muajit qershor të Shqipërisë. Trajneri Ipswich, Gary O'Neill, nuk kurse u lëvdatat për Anis Mehmetin pas ndeshjes parë në kampionat ndaj Sunderlandit, edhe pse nuk përfshiu as në 18 lojtarin. Ka qenë i shkëlqyer për mua në fazën përgatitore. Ai ka punuar jashtëzakonisht shumë çdo ditë. Ishte një vendim shumë i vështirë për t'u marrë, sepse nuk mund kërkoja më shumë prej tij, tha O'Neill për lojtarin. Por këto deklarata nuk fshehin më faktin se Ipswich kërkon t'i gjejë një sistemim sulmuesi të kombëtares shqiptare. Vendimi i fundit i trajnerit e konfirmon këtë. Ipswich luan sot në Kupën e Ligës përballë Leicesterit dhe trajneri ka preferuar të aktivizojë në këtë ndeshje disa lojtarë që nuk u preferuan në kampionat. Por Mehmeti nuk është preferuar as në formacion dhe as në pankinë, duke bërë të qartë kësaj se nuk hynte zgjedhjet e trajnerit. Për lojtarin janë interesuar disa klube në Championship si Wrexham, Birmingham, Millwall dhe Derby County, që janë të gatshme të sigurojnë shërbimet e tij. Transferimi i Kristian Aslanit në Emiratet e Bashkuara Arabe është kthyer edhe në një luftë milionash mes gazetarëve ekspert të Mercatos, që përballin informacionet e tyre të siguruara nga klubet e përfshira në çështje dhe që duket se nuk flasin për të njëjtat shifra. Fillimisht ishte Fabrizio Romano, ai i cili postoi shifrat për transferimin e Aslanit. Tarif prej 2 milion eurosh për huazimin plus klauzol blerje prej 6.5 milion eurosh që do të bëhet e detyrueshme nëse plotësohen disa kushte të caktuara, shkruante ai në rrjetet sociale. Tashmë, Gianluca Di Marzio ka publikuar versionin e tij rreth akordit mes klubeve. Formula parashikon një huazim prej 1.5 milion eurosh dhe një të drejtë blerje të fiksuar në 5 milion euro, që mund të bëhet i detyrueshëm me arritjen e një numri të caktuar të planive në fushë. Ndaj totali i operacionit të Mercatos është 6.5 milion euro, saktësonte ai, duke dhënë një version tjetër nga ai i Fabrizio Romanos. Mbetet të mësohet tashmë se kush ka të drejtë, por të dy palët raportojnë se Aslani ka dhënë miratimin e tij paraprak për transferimin. Trabzonspori fitoi me rezultatin 2-1 përballë Başakşehirit në ndeshjen e vlefshme për javën e dytë të Superligës turke. Protagonist në këtë sukses të klubit nga Trabzoni ishte dhe sulmuesi i kombëtares shqiptare Ernest Muçi, i cili shërbeu për golin e dytë dhe atë më të rëndësishmin drejt Mohamed Salah në minutën e 48. Pas përfundimit të ndeshjes, Pogradecari u shprehe me elozhe për faktin se ndau fushën me një yll të kalibrit botëror si Salah, teksa shprehu ambicjet për një sezon më të pozitiv me skuadrën e tij. Salah është vërtet një lojtar shumë i mirë, të luash me të është një nder i madh për ne. Të gjithë shokët e skuadrës ndihemi po njësoj. Duam të vazhdojmë aty ku e lam sezonin e kaluar dhe të ndjekim këtë ecuri. Kimia e Salahs me ne është gjithashtu shumë e mirë. Shpresojmë ta mbyllim këtë sezon në një pozitë më të favorshme, është shprehur Muçi. Kristian Aslani është rikthyer te Interi pas huazimeve te Torino nga gushti 2025 deri në janar 2026, 16 paraqitje, dhe më pas te Beşiktaş deri në qershor, 17 paraqitje dhe 2 gola, por nuk është pjesë e planeve të Christian Kivut. Qëllimi i menaxhmentit të zikaltërve është i gjejë një skuadër të re para se të mbyllet merkatoja e verës. Opsioni i Monzos u la minjer, por tani po hapet një transferim jashtë Italisë. Sipas tashëthemeve të fundit, Al Jazeera po ndjek me sfushorin e lindur në vitin 2002 dhe thuhet se ka filluar tashmë diskutimet me Interin në lidhje me huazimin e lojtarit të kombëtarës. Nga ana tyre, zikalferit po kërkojnë një transferim të përhershëm. Aslani vlerësohet rreth 10-12 milion euro. Zhvillimet mëtejshme priten në orët në vijim.
Për Gabriel Kulën, e diela ishte një ditë e veçantë. Talenti i Shqipërisë u aktivizua në pjesën e dytë në humbjen e Sassuolos në transfert përballë Atalantas, sfidë e përfunduar me rezultatin 1-2 për javën e parë të kampionatit në Serie A. 18 vjeçari u fut në fushën e lojës në minutën e 88 pasi i mori vendin Kjaron Bojen. Kaq minuta kanë mjaftuar që Kulla të ngjisë dhe shkallët e vlerësimit, pasi Transfermarkt me përditësimin e fundit e peshon kartonin e tij në 1.4 milionë euro. Gabriel Kulla konsiderohet lojtar premtues për kombëtaren, ku me moshat 19 është aktivizuar në 10 ndeshje dhe ka shënuar 6 gola. Sivasspor është duke fituar përballë Manisas, ndeshje e vlefshme për javën e tretë të ligës së dytë turke, me pjesën e parë që është mbyllur me rezultatin 2-1. Të dy golat janë shënuar nga sulmuesi i Shqipërisë Rej Manaj. Të parin lushnjari e shënoi në minutën e 17, ndërsa 20 minuta më vonë ka gjetur dhe të dytin fal një 11 metërshi. Moment pozitiv ky për shqiptarin i cili e ka nisur zjarr sezonin e ri, ndërsa e ardhmja vjon të jetë ende e paqartë, ku ekzistojnë edhe interesime nga klubet në Turqi. Situata e Anis Mehmetit në Ipswich Town është kthyer në një çështje enigmë, e cila nuk po merr ende një drejtim konkret. Çfarë po ndodh me mesfushorin shqiptar dhe pse ai nuk figuroi as në stol në ndeshjen që skuadra e tij luajti përballë Sunderland, e fituar me rezultatin 2-1? Kjo pyetje ushtrohet me të drejtë nëse marrim përbazë faktin që ai u afrua në janar të këtij viti tek Ipswich, ndërsa kjo lëvizje u mendua si një mundësi ideale për të shpërthyer. Mirpo, mediat në Angli raportojnë se fletëdalja e Mehmetit ka të ngjarë të ndodhë në ditët e fundit të merkatos dhe disa klube kanë treguar interes për ta transferuar. Bëhet fjalë për Wrexham, skuadër kjo që militon në Championship, ligën e dytë për nga rëndësia në Angli, e cila e përmend Mehmetin krahas sulmuesit të Millwall, Femi Aziz. Po ashtu, përmes fushori 25 vjeçar, ka interesime gjithashtu nga Birmingham City, Sheffield United dhe Derby County. Në rast se një prej pistave do të konkretizohej, për Mehmetin do të ishte sërish një hap pas, pasi do të privohej nga të qenit pjesë e Premier League për të luajtur sërish një kategori më poshtë. Sulmuesi i kombëtares U19 të Shqipërisë, Gabriel Kulla, ka debutuar që në ndeshjen e parë të Serisë A. Ai nuk e nisi titular, por u aktivizua në minutën e 88 për Sassuolën në duelin që u mbyll me shifra 2-0 për Atalantën. Forma e mirë që 18 vjeçari tregoi gjatë fazës përgatitore ka bindur trajnerin Alberto Aquilanin për t'i dhënë minuta në transfertën e Bergamos. Një arritje e madhe për të lojtar, që gjithçka e ka merituar edhe fal paraqitjeve të bëra sezonin e kaluar me ekipin Primavera, ku u shpall sulmuesi më i mirë i kampionatit të kësaj grup moshe. Rivaliteti mes dy vlezërve shpendi në Serin B duket se do të vazhdojë edhe këtë sezon. Ashtu si në edicionin e kaluar, dy sulmuesit po i përgjigjen njëri tjetrit në garën ku shënon më shumë që në javën e parë të tij. Steven Shpendi gjete golin të shtunën me Empolin dhe Kristiani është përgjigjur sot me një gol me fanelën e Cezenës. Në ndeshjen kundër Sampdorias, sulmuesi kombëtares shfrytëzoi më së miri një top në zonë, duke shënuar me kokë me një lëvizje prej bomberi që befasoi portierin dhe i dha avantazhin ekipit të tij.